nderuar pjesëmarrëse të pranishëm, është një nder i jashtëzakonshëm për mua dhe një emocion shumë i veçantë që të flas për një udhëheqës shpirtëror të dimensioneve të Anastasit ton. Kryepiskopit Anastas, po dua të flasim më të afër tonin. Isha në vitin e 2 gjimnaz në një shkollë të Pireut, vajzë emigrantësh shqiptar në Greqinë e vitit 1995, kur mësuesja e letërsisë mu afrua dhe më tha: "A i ke iden se çfarë thesari, se çfarë njeriu i jashtëzakonshëm ju ka ardhur në vendin tuaj?" Atëherë absolutisht nuk e kisha iden, por admirimi i saj më ka mbetur në mendje edhe sot. Shumë vite më vonë jeta më dha mundësinë ta shihja nga afër në një ceremoni të madhe në Shqipëri dhe mbaj mend një nga të ftuarit, një njerëz shumë të pushtetshëm, ndoshta sot më i pushtetshmi në vend, një fjali që tha që më bëri shumë përshtypje dhe shumë e gjetur. He is a man of culture. Kaluan edhe vite të tjera derisa një ditë Jovani erdhi në zyrën time dhe më kërkoi ndihmë profesionale për kryepiskopin Anastas. Çfarë privilegji, ishte e pabesueshme, ku e kërkoja unë dhe ku më gjeti. Në atë moment ndjeva vërtet që Zoti më donte dhe që diçka të mirë kisha bërë në jetën time. Kur më në fund të takova, kisha emocione të jashtëzakonshme, nuk e dija si ti drejtohesha, çfarë ti thosha. Por thjeshtësia e tij, buzëqeshja e tij, ajo drita e tij më skllavëruan dhe ma bën shumë më të lehtë takimin ton të parë. Në atë periudhë po realizonim një vepër të madhe në familjen tonë, një vepër jete do të thosha. Dhe gjeta guximin të kërkoja që të vinte dhe të na bekonte. Dhe erdhi në moshën 92 vjeçare, i pa lodhur, i pa kursyer për askënd, erdhi sepse dikush ja kërkoi të vi. E njoha shumë pak në fund të jetës së tij, por kjo më mjaftoi që të ndjej bekimin e Zotit. Ne njerëzit e zakonshëm, njerëzit e thjesht, gjithmonë kemi nevojë për një konfirmim që Zoti ekziston. Për mua, kryepiskopi Anastas ishte dhe është konfirmimi absolut që Zoti ekziston. Gjithmonë kam besuar në Zotin, por që nga dita që e njoha mësova të jetoj besimin. Mësova madhështinë e përullësisë prej tij. Mësova të vërtetën më të bukur në botë, se Zoti është dashuri dhe se dashuria dhe e mira në fund fitojnë. Dhe që për asaj kohe jetoj mrekullinë e Zotit çdo ditë në jetën time. Për kryepiskopin Anastas kam vetëm një fjalë: faleminderit.